Qyteti i Lushnjës me historinë e tij të rrënjosur mes qytetërimeve të lashta si Apollonia, Berati dhe Ardenica, po njeh një rritje të ndjeshme të vizitorëve në kuadër të një sezoni turistik që ka nisur fuqishëm dhe premton shifra rekord për vitin 2025. Sipas statistikave të agjencive turistike, krahasuar me vitin 2024, numri i vizitorëve është rritur ndjeshëm, si nga turistët ditor vendas, ashtu edhe nga grupet e huaja që përfshin Lushnjën në guidat e tyre 1 ose 2 ditore. Në një intervistë ekskluzive për gazetarin Driçim Gjoshi, drejtori i Muzeut Historik dhe Shtëpisë së Kongresit, Dr. Niko Ferra, theksoi se Lushnja është gjithnjë e më tepër pjesë e agjendave të turizmit kulturor në vend. Viti 2025 po tregon një rritje të madhe në interesin dhe atraksionet tona turistike dhe natyrore, dhe po vjen koha që edhe Lushnja të zërë vendin që meriton në hartën turistike shqiptare, është shprehur ai. Vendet më të vizituara deri më tani përfshin Muzeun Historik të Lushnjës, Shtëpinë e Kongresit të vitit 1920, Manastirin e Ardenicës, 2 urat e vjetra të qytetit, kishat e hershme dhe atraksionet natyrore në zonat përreth. Sipas zotit Ferra, kjo rritje është fryt edhe një pune të qëndrueshme nga Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Lushnjës, të cilat kanë intensifikuar promovimin dhe përfshirjen e Lushnjës në rrjetet e turizmit kombëtar dhe ndërkombëtar. Promovimi i trashëgimisë, i vlerave kulturore dhe historike, si dhe bashkëpunimi me agjencitë e huaja turistike, po japi rezultatet e para të prekshme, theksoi ai. Lushnja e Kongresit, e Myzeqes, e tokës së pasur dhe kulturës së rrënjosur është gati të jetë mikpritëse për çdo vizitor që kërkon të njohë më nga afër historinë, natyrën dhe vlerat shqiptare. Viti i turizmit është jo vetëm viti i turizmit në Lushnjë, por edhe një kapitull i ri në zhvillimin e qëndrueshëm dhe promovimin kulturor të qytetit. Së fundmi, Bashkia ka marrë disa hapa për ta zhvilluar edhe më tej pritjen e turistëve. Janë vendosur tabelat me fushë kafe dhe me ngjyrë të bardhë në hyrjet e qytetit, ku janë saktësuar drejtimi i vendodhjes së monumenteve. Lushnja ka 9 monumente kulturore dhe 5 monumente natyrore tashmë të njohura dhe të publikuara. Gjithashtu Bashkia ka ngritur edhe një faqe enkas që quhet Lushnja Explore. Informacioni vjen edhe në gjuhën angleze. Gjithashtu aty vendosen edhe pamje filmike, ka dhe regjistrime audio, shqip-anglisht, ku jepen të dhëna për zonën e Lushnjës. Pra jo vetëm monumentet kulturore, por dhe ato natyrore, ecjet e gjata në natyrë, por edhe siç janë pjesa e ujëmbledhësve, sepse edhe ato ruajnë diçka interesante. Aty kemi edhe informacion për vëzhgimin e zogjve. Gjithashtu janë vendosur dhe monumentet më të spikatura, të cilat tashmë frekuentohen nga turistët. Ju jeni një nga njerëzit që shoqëroni grupe turistësh që vijnë vizitojnë qytetet e Lushnjës. Si shikon turizmin këtë vit? Turizmi ka shënuar rritje, nuk kemi vetëm ata turistë që rrinin për 1 orë, tani kemi edhe turistë që rrinë më tepër se 1 ditë. Pra këtu ata bëjnë qëndrimin dhe nga qyteti Lushnjës bëjnë eksplorimin e pjesëve që janë pranë kësaj bashkie apo dhe jashtë kësaj bashkie. E kanë fjalën për pyllin e Divjakës, për Apollonin, për Beratin, por duke qëndruar në Lushnjë. Dhe do të thoja që turistët që kanë ardhur më së larti kanë qenë turistë Filipinas, të cilët zgjodhen këtë bashki për të qëndruar 3 ditë. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, pasi njoftimet dhe në të gjitha pjesëmarrjet në për konferenca që bashkia ka marrë pjesë, kanë dhënë rezultatet e duhura për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, por dhe dinamik, domethënë duke u rritur shkallë pas shkallë. Kush janë vendet më pikante që vizitohen në sezon veror? Për bashkinë Lushnjë janë 2 muzeumet dhe Manastiri i Ardenicës. E them me plot gojë, Manastiri i Ardenicës i kaloi 40.000 vizitor dhe kjo tregon domethënë që është bërë tashmë një destinacion i cili edhe ndoshta s'ka nevojë fare as të reklamohet, pasi është futur në të gjitha guidat turistike, por do ishte mirë që ne këtë turizëm ta përqendronim edhe në pika të tjera të bashkisë, siç do ishte mirë për shembull zona e Thanës, që edhe ajo ofron një pamje piktoreske. Edhe aty kemi gjetje arkeologjike, kemi edhe vëzhgime zogj, ecje të gjata në natyrë. Pra, nëse do t'i ndërthonin këto, ne kemi çfarë t'i tregojnë turistëve përveç këtyre monumente që janë shumë të njohura.
A do të kishin ndonjë thirrje apo një mesazh të fortë për turizmin në qytetin e Lushnjës, ju si drejtues? Do t'i drejtohesha të gjithë aktorëve që merren me turizmin, por edhe privatit që brenda mundësive, sepse i kam dëgjuar shpesh nga të gjithë turistët që kanë ardhur, duhet jemi transparent, duke filluar që nga taksia dhe deri tek fjetërat e hotelit. Çmimet duhet jenë të publikuara. Pasi shpesh, ndoshta nuk është përgjegjësia ime, por shumë turistë vinë dhe thonë që nuk janë njoftuar më përpara për çmimet dhe për gjëra. Pa kjo ndikon, si të themi, tek një negativitet ndaj turistit. Pra duhet jemi më transparent, ti tregojmë çmimet, ti ofrojmë mundësi të tjera, ti bëjmë dhe ulja ti ku është e mundur, nëse e lejon mundësia e vetë privatit. Pra të gjitha këto, mjendisin duhet ta mbajnë sa më shumë pastër, sepse është pika e parë, është kontakti i parë. Pra gjitha këto duhet i shikojmë